Të gjithë po e njihin, verat po bëhen gjithnjë më të mëzeta. Temperaturat mbi 30 gradë nuk janë më përjashtim. Ky stres termik nuk ndikon vetëm në mirëqenien tonë. Na lodh, ul përqendrimin dhe performancën dhe mund të ketë pasoja serioze shëndetësore. Prandaj, gjithnjë më shumë njerëz po gjejnë mënyra të reja dhe mbrohen me rrubat ftohëse e ceoline. Tashmë, edhe mjekët kërkojnë përdorimin e jelekave ftohës për mbrojtjen aktive të shëndetit. Me e-ceoline mund të ulni temperaturën e trupit deri në 12 gradë. Çfarë përfitoni nga kjo? Spari, mund të përqendroheni më mirë. Përqendrimi më i mirë do të thotë më pak gabime dhe rrjedhimisht më pak aksidente. Së dyti, ndiheni më në formë, jo aq të kaputur. Edhe në vap, mbeteni produktiv dhe plot energji. Dhe së treti, sistemi kardiovaskular ngërkohet më pak. Kjo do të thotë se mbeteni të shëndetshëm dhe në formë edhe në vap. Aktivizimi i rrobave ftohëse është i shpejtë dhe i thjeshtë. Hapni rubinetin e ujit në një forcë të lehtë deri në mesatare. Mbajeni pjesën e mbushur të produktit tuaj ftohës nën rubinet. Lëreni ujin të rrjedhë njëtrajtësisht mbi këto pjesë të mbushura për rreth 2 deri në 3 sekonda. Ju lutem aktivizoni vetëm anët e jashtme, pjesën e përparme dhe të pasme. Pjesën e brendshme ju lutem lëreni të thatë. Uji shpërndahet vetë atje. Më pas, blidheni produktin ftohës dhe e shtrydhni ujin e tepërt. Më pas, vendoseni produktin në rafsh mbi një peshqir ose material të ngjashëm dhe mbështilleni fort për të tharë sipërfaqen. Gabi, tani rrobat ftohëse janë thata dhe mund t'i vishni menjëherë. Nëse rrobat ftohëse ju lajë rrobat poshtë tyre, me siguri keni përdorur shumë ujë. Kjo nuk e ndryshon efektin. Tajini rrobat ftohëse përsëri fort me peshqir ose lërini të varen për disa minuta që të thahen në ajër. Herën tjetër, thjesht përdorni më pak ujë. Çfarë tjetër është e rëndësishme? Në fillim, efekti i ftohjes ngjehet vërtet fort, por pas pak kohe kjo ndryshon te çdo njeri, lëkura mësohet me temperaturën. Atëherë ftohja nuk ndehet më aq intensive, ngjashëm si në pishin kur jeni mësuar me temperaturën e ujit. Po mos u shqetësoni, ftohja funksionon gjithsesi. Nëse keni ndjesinë se nuk e ndjeni më ftohjen, ka një truk të thjeshtë, hiqini rrobat ftohëse dhe varini mbi një karrige për 10 minuta. Kur t'i vishni përsëri, do të vëreni se janë poshtë ftohta sa në fillim. Tekstile ftohëse e-ceoline mund të lahen shumë thjesht. Me dorë ose në makinë larse në 30 gradë, në programin për rroba delikate pa centrifugim. Gjithashtu, nuk nevojitet tharëse rrodash. E rëndësishme është të përdorni një detergjent me pH neutral pa mbrojtës fibrash. Ju lutem mos përdorni as butës ose detergjent funksional apo për rroba me ngjyrë, pasi këto mund të ulin përthithjen e ujit të rrobat tuaja ftohëse. Pas larjes, nxirrni rrobat ftohëse nga lavatriçja, palosini ato shkurtimisht, shtrydhni fort ujin dhe më pas lërimi të thahen në ajër duke i varur. Ose i lani në mbrëmje dhe i vishni rrobat ftohëse direkt të nesërmen, pasi ato janë tashmë të aktivizuara. Kur janë të aktivizuara me ujë, nuk duhet t'i mbani rrobat ftohëse për një kohë gjatë në çanta të mbyllura. Nëse nuk ju nevojitet produkti juaj për një kohë të gjatë, ju lutemi lëreni të thahet plotësisht në ajër duke e varur për 1 deri në 3 ditë, përpara se ta hiqni dhe ta ruani në vend të thatë.